tani do të flasim për mënyrën se si ka evoluar mënyra se si e përjetojmë hapësirën nga ideja fillestare tek vizualizimi digital dhe realizimi final. Për me folë ma shumë lidhur me këtë temë kemi këtu Leana Mamuti nga Leash 3D, e cila edhe është për kujdes për krejt hapësirën që po e shihni sot këtu në Power to HR. Leana, përshëndetje, e di që je e zënë me kohën, kështu që faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit shumë Fiona, është kënaqësi edhe për mua me pas këtë mundësi që me mujt me promovu pak edhe punën tonë dhe me tregu për krejt këto pyetje që i ki përgatitur për mua. Faleminderit për krejt hapësirën, për punën jashtëzakonshme dhe të falotshme që e keni bo tash disa muaj, po besoj se nuk është ka fillu kjo është finalizimi, po besoj që ka fillu para shumë kohë. Na tregon shkurtimisht për këtë eksperiencë? Okej, atëherë Power to HR ka qenë shumë interesant kyçja eme në këtë angazhim. Shkaku i angazhimeve të mia si themeluese në biznes. Kom fillu me u interesu pak ma tepër për burimet njerëzore. Më thonë, ideja ka qenë qysh burimet njerëzore mujnë me më ndihmu për me zhvillu biznisen, shkaku që me i ditë disa regula ose me i ditë disa procedura të cilat unë mujnë mi apliku në biznisin tam. Që të ndihmojnë edhe ty edhe ata që punon. Në zhvillimin edhe në promovimin edhe në zhvillimin edhe rritjen e biznisit. Edhe prej tash 2 vite gati, fillova me indjek disa kurse të burimeve njerëzore, prej të cilave e pash vetën në disa pika që edhe jom të bo shumë gabim si themeluese, çka muj me përmirësu, ndoshta ishin pikat të cilat automatikisht ki mendu që jetu e bo ma të mirën, mirë po thjesht një proces pak ma ndryshe e kish letu komplet sistemin se qysh kish me funksionu biznesi ma letë. Edhe mandej normal që fillova me apliku automatikisht ato problemet që i shesha të organizimi i kompanisë, edhe kjo mu më ka ndihmu shumë, se prej ati momentit dhe biznesi ka marrë kohë shumë më të mirë, edhe është zhvillu drastikisht. Edhe po ta fatin që vjetë, për shkak të interesimet që kisha në burimet njerëzore, e mora biletën për me qenë pjesëmarrëse në Power to HR 3, ku organizatorët e këtij eventi më kanë po si arkitekte, edhe nështë prej arkitekteve të vetme që kom qenë në këtë organizëm, kështu që për vitin tjetër ma ndim kanë propozu dhe kanë thonë pëse s'po vjen me anë me në ndihmu që me këshyr me bo një dizajn ma të mirë, se tëve që den që shka funksionu komplet Power to HR-i, i den regullat, e den qka me dhe më thonë për një interesimi tënd për me mësa shumë rreth burimeve njerëzore, sot keni arrit në një marrëveshje në një punë që po e shohim gjithë. Tregom që ka ndryshu mënyra se si klientët e përjetojnë një hapësirë sot, të krasim para disa viteve, se tham që mo nuk po mjaftohen me vizatime, po dojnë me vizualizu paraprakisht pronën e tyre klientët. Po faktikisht avancimi teknologjisë edhe e ka ndryshu edhe mënyrën se qysh klientat janë të kërku diçka prej neve. Automatikisht prej momentit që klienti këshyr me të angazhu si një kompani e dizajnit ose arkitekturës, a i ka shumë pritshmëri që para se me realizu hapësinën ka me pas saktësisht qysh ka me u duk. Normal me avancimin e teknologjisë neve na ka ndihmu që programet e ndryshme me realizu këto. Mirë po, qka e shoh si një mangësi në ditët e sodit, është që shumica kompanive nuk i mendojnë që ato vizualizime ndonjëherë nuk janë edhe të realizueshme. Kështu që mund po besoj që prap edhe mënyra e edukimit që na e kemi pas para se me u zhvillu teknologjia, me kombinimin e teknologjisë ditës sodit, mundet me na drejtu neve në një të ardhme shumë më të fortë, nëse kombinohen këto dyja. Edhe normal eksperienca e bën të vetën. Mirë po, çka e kom vrejt që klientat tash edhe po preferojnë ma tepër të një kompani, është kur një kompani mundet
me i ofru gjitha shërbimet, prej dizajnit, deri te renderimi, deri te maketa 3D, edhe ndoshta edhe nëse jënë të realizu qatë projekt, me marë përsipër edhe shitja pse jo. Kështu që kjo ka qenë edhe arsyeja qysh kompania jame prej një biznisi që ka bo vetëm maketa në fillim, me disa projekte Sot po merret edhe me real estate, edhe me patentshmëri. Duke pa gjithë këtë zhvillim, besoj që kështë edhe arsyeja që ke vendos me shku me real estate. Po, sa. Se ke pa që vizualizimi, maketat, edhe çka do që ka të bëj me këto modelet e reja të teknologjisë, po i detyron klientët ose po i ndihmon në vendimarrje. Edhe i ndihmon në vendimarrje edhe ja leton komplet procesin. Se normal që një kompani e cila është të dashur me zhvillu një projekt edhe na angazhon neve për me realizu modelin ose maketën 3D, e ka mandej shumë më të lehtë me na lënë përsipër edhe pjesën e patentshmërisë, shkaku që na veç e dim komplet projekti që funksionon. Sepse për me realizu një maket na jemi të bo një miniatur të projektit edhe i bjen që secilin detaj që është mendu paraprakisht për klientave, për investitorëve, na duhet me ditë. Edhe mandej Edhe shumë i lehtë është edhe sqarimi edhe prezantimi edhe gjithçka mandej edhe tjetër. prezantimi është më i lehtë dhe gjithçka është më e shpejt. Qysh po ndryshon dizajni i zyreve bazuar në mënyrën se si punojmë sot? Me qenë se këto janë disa mini zyre sot që po i shohim këtu, po besoj që edhe dizajni ka ndryshuar sidomos pas nga pandemia e tutje, me në këto zyret hibride ku njerëzit edhe janë detyruar me punu edhe në për ambiente të tjera përveç ambienteve të punës. Faktikisht, mënyra se qysh funksionojnë zyrat sot edhe qysh kanë funksionu para shumë viteve, ka një dallim shumë të madh. Edhe kompanitë e mëdha janë tu mundu me ndryshu që të hierarkinë se qysh kanë funksionu më herët. Këtu qëndron prap një pikpyetje shumë e madhe se ende nuk ka ndoshta një kriter i cili mundet me u shfrytzu saktësisht në mënyrën e tretë të punimit, sepse mënyra e re e punës nuk është tu definu, çdo herë është tu evolu. Edhe çka është e rëndësishme në këtë rast është që si dizajnera ose si projektues të zyreve, na duhet çdo herë veç me pa cili është potenciali i bizniseve dhe çka po dojnë ata me arrit dhe në bazë që asaj me ja kriju hapësinën. Nuk është njëjtë si ma herët që kemi kriju në një zyre ose 3-4 zyre dhe një hapësinë përbashkët, tash ka ndryu komplet sistemin. Kjo dikon automatikisht pastaj edhe në produktivitetin e punonjësve, mënyra se si dizajnohen zyre. Tregon pak prej praktikës, çfarë lloj modeli, çfarë aspekti ndikon psikologjikisht tek punonjësit. Po, faktikisht çka ndikon mas shumë te psikologjia e punëtorëve është që ambienti me qenë me pas mjaftueshëm ajër, domethënë me qenë ajrosja e duhur, edhe me qenë ambienti me ngjyra të cilat nuk nervozojnë, po e kanë një farë fokusi në vete, edhe me pas mobile të cilat janë të përshtatshme për punëtorët. Nëse këto bëhen, nëse bëhet kombinimi i këtyre, edhe harova edhe ndriçimin, domethënë që nëse bëhet kombinimi i këtyre, atëherë mendoj që zyrat kanë me funksionu shumë më mirë. A po shkojmë drejt një të ardhmeje ku çdo projekt ka me fillu me eksperiencë virtuale. A ka me mbet dikush që e don atë surprizën, atë misteriozen, që mu surprizun realisht pasi të përfundon projekti? Po, pyetje shumë e mirë, nuk di, personalisht, unë prap nuk e preferoj këtë eksperiencën virtuale, ndoshta vetë fakti se jam një farë lloj artiste në shpirt edhe kom qejf që një hapësinë të cilën e krijoj me ndje, jo me parashiku ç'është ka me u duk. Kështu që gjithsesi neve na ndihmon kjo mënyra se çysh na e perceptojmë çysh kemi me dizajnu hapësinën në të ardhmen nëse e shohim virtualisht. Mirë po, asesi nuk mundet me na kriju qatë ndjenjen si hapësina reale. E vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve gjithashtu.